Unë vi nga një familje muslimane, nuk e di sa breza, me thonë drejt në Zotit, ama e kam pas një fatkesi në Zvicër, kam pas një aksident. Kam ne 8 muaj në gjenje koma. Edhe nuk po mune me folë të shprat kohën në gjenjes koma, për flasë për mas që ka ndollë. Shkurtimisht të vllajem, unë kam kuptu diqa shumë thjesht. Unë nuk e di pse duhet me qujt islamin fe, përderisa është një sekt satanist. Nuk e di pse ti duhet me qujt fe, as kur kush fe. Për menimin tëm, këtë ja kam bërë qartë vllazërve të mi, familjes teme, kush beson në satanizëm, ai i lutet Allahut. I vetmi dhe i vetmi burim dashnie që janë këtë jetë është Krishti. Amen. I vetmi Amen. burim dashnie në këtë jetë është Krishti. Kush dojnë me besu, ta besojnë, kur se ka detyruar me besu. Ama unë di me thonë një gjë. Unë babën e babës teme kam pas hoxhulla. Unë i kam 4 motra e 3 vllazër. Unë familjes teme, kur kanë ardhur te spitali, s'kam mujt mu kallzu. Ama kur kam dal, i kam ullë për rafshit e jo kam bo me dije që kena gabu historikisht, kena gabu mentisht, kena kënë qorra. Qërrum, a di shka të me thonë njëri qërrum, që nuk shef ma lërgë se dejtë e muri. A më kuptën di që të me thonë me kënë qërë. Me që i qërë mundet me ditë. Mjerisht po mërë vlla i dashtën, po i shofim edhe këtu. Atëherë vllajem, unë du shumë, jo me falenderu këtë zotnin që ato moj këtë live-in, po unë du shumë i falenderu hoxhallarët e islamik shqiptarë që janë t'ja hapë sytë popullit. Shumë, me të vërtet, ta tham me shpirt, në rast se ka diçka si me të vërtet e ka kthy dashnia sytë për shqiptarëve, e ka kthy fiks mi të njerëz që janë të na thonë që është islami i vërtet. Islamin e vërtet nuk e ka njohur shqiptarët, ju lutem mos ja merrni për keq. Nuk e din o vlla. Nuk e din familja eme, nuk e din nona eme kur i tham në islam e ka shkruar me mu martu vajza eme me vajzën e vllajt tem. Nuk e din o burr. Nuk e din o burr, ju duhet me kuptu mirë, na vim për një ignorancë të thellë. Na jena qorra mor burr, Allah s'kena dalë në dritë. Mos i keq kuptoni shqiptarët, ju lutem. Shqiptarët janë qujt shqiptar, pikrisht për këtë punë për me pranu dhe islamin se në arbër. Mos jena qujt për me nejt vllazen, po pse vllazen, po duhet o burr, se vllazën e keq e moni vllai i mirë. Tash ju si vllazen të mirë duhet me e mojt i vllaut keq me e prun rrugë. Ju lutem, mos i ai djali që ishte para te, zotni, a më beson se më ka vrarë në shpirt. Ai është çorr për burr, çorr. Nuk ka faj. Kam kanë unë më çerrum se ai. Kisha dhënë kryt për Allahun. A më ta bëj pyetje o shpirt bardh. Po. A e ke bo vlla i dashtën pagzimin mas tana këtyre gjanave që i ke pa me sy tu? Zotni i dashtën, unë kam bën një kërkesë edhe kam shku në Shqipëri për mu pagzu. Edhe më thonë, nuk ban mu pagzu se kemi maru katikizmin edhe koptova si normale sepse me bani para përgatitje për krishterimin. Në rregull? Unë nuk kam kënë mirë me shnet as mas i kam dalë prej spitalit, po i kam thonë, a mund të baj një katikizim intensiv, jo një herë njava, 2 herë njava, po e du të përditshëm. Edhe ka dash Zoti, falë Zotit, nuk më ka zgjatë sa më thonë ato më thonë 2-3 muaj disha, po ma kanë pranu mas një jave, o vlla, sepse unë po ju folsha ma shumë për Krishtin se ato mu. Apo më kuptën dëshim. Do me thonë, me fjet e muqu, edhe me dit me thonë jurat Krishtit, nështë veç mu më ka ndodhë. Nështë, nuk e dija ka nëjë tjetër që mund t'i ketë ndodhë kjo punë. Edhe qërë bursen, e një trupin pupel, ti s'ma beson që e një trupin pupel, mor burë. Unë e kam do moshu, jam të 60 gati. Dhe si Unë jam rinovu, o vle, ma të ka të diçka, unë jam rinovu,
si në kompjuter që i ka virusa shumë, si me ta bon krasimin ty, o burr, unë mund kanë bon restart. Pik. Restart ma kanë shti një program të mirë. Unë di qa di bjo thonë, burra. Pa shatërin e Zotit, mos lutni kur kanë me hinë krishtrim, se Krishti i zgjidh vetë. E Krishti ka hedhë syt ka populli jonë, fal i tyne që janë të na recitu islamizmin. Ja vdi shumë për nërë, knaqem ku i nitu e shoh Krishtin. I lumi aj që ma shoh në Krishtin, i lumi jonë. Hej, Zot tonë botat let ma shohin Krishtin se kam me keni lumëtër. Lumaj që i shohet në emrin tem. Amen. Amen. Vlla, e ke fol një gjanë që e kom pa fol ka herë, e një herë në pak një njeri që e një katolikëm ka sulmua shumë keq. E më tha, ti tha ke, tha, se hoxha ka këthë ma shumë njerë sa se prifti, tha, tërë për ty. Unë i tha vlla, dëgjoj çka kom tha. Ishte koha kur ki dalë Shevqet Krasniqi e foli kundra Shkurt e Fejzës. Unë e bane një reagim e thaq, kur ka ardhë koha me fol kundra një legjendes komit, Shkurt e Fejzës, i thaq, këta hoxha duhet me i falenderua, thaq, sepse këta po bajnë mu këthy njerëzit sa ma shumë Krishtit, jo se ky don me këthy të Krishti, po çka janë ty fol e çka janë ty veprua, po bajnë njerëzit që me pa mu larguan nga terje me arte drita, e ti sot e bane si konfirmim të kësaj. Vllai, vërtet ti pas ke përjetua Krishtin aq shumë që çka të kanë tha këto motra që të kanë pregadit. Kjo është e vërtet. Ti nuk je se ke mësua fen, ty të ka fut Zoti drejtën shpirt. Kjo thirret një si me tha, një vepër mbi natyrore që e ka bën Zoti drejt për drejtën shpirtin tanë. Nuk ka qua vini se drejt ka dal, ka rëmbyen nga terjet ka mprun dritë, por deshta me ta bën këtë pyetje. Që tha, edhe mua mullim të ideali, që tha, me krye kish me kryet për islamin, po s'mujti me provua. Pse ke ken këtë gjendje si ish musliman që tha e kisha allon jetën për islamin? Çka të binte në atë kohë? O, Zot, si me ta përshkru këtë punën ty. Atë kanollë mërë burë me nejt një dhomë, edhe ti veç me menu qa mundet me pas për teja sa e dhome. Veç me menu. Po se ke pakur. E, Islami mirë që ti nuk e ke pakur atë për te dhome, po të nalën edhe me menu. E vërtet. Se me bon, mja leju Islami me pa qa ka për te dhome, nuk quhet mo antikrisht. A i pas ka bo pache me Krishtin, brava. E dizi është kjo puna kur është njeriu musliman. O burra, veç i fjall dhe me o thonë dhe me rresi doni, letë më quni psikopate, budallet, marre, nuk më interesant, zero për burra. Mos e quni islamin fe. Pa shatrin e Zotit mos e quni fe. Sepse shpet keni me morvesh. Keni me morvesh tonë që nuk është fe, po është satanizëm i gjallë. Ma një meni këtë fjallë që po ju thëmë. Shpet, ndash lodhnjë, ndash mos e lodhnjë, ndash predikoni, ndash mos predikoni. Boni si doni. I lomi aj që ka qëndru dhe në fond. I lomi aj që ka prit dhe në fond. E funi, për jo garantoj që nuk kanë me pru bombat atomike, se janë rena. Janë rena, vëllazën. A e ka mull me zjarëm kësa e rrallë, nuk ka mull me dashni. Ka mull me shpat në zjarët kësa e kohë. Nuk ka mull me dashni se e kanë përdhënos token. A i në kalo më katët o, vëllazën. A i në kalo kretë, ashtë avokati jonë për atit. E kena avokat. A i në mërën, a menon ti vetën me dal një përbal një gjykacit në tokë, ti o të kësor, ti. A pranon me dal t'i para një gjykate pa avokat. Sa mundësi ke ti me mrojt vetën? Sa mundësi ke ti me fol para gjykacit, si janë njëri si ti? I kaq me kuptu. S'ka nevoj mërë ma shumë.
Po shatrin e Zotit më bani hallas, udzona minutat. Kam emocion, ma besoni që kam emocion, po nihem mirë o burr. Ja di Zotit për nerë që kam bo aksident. Jam I vetmi njëri në botë që lusë Zotin që kam bo aksident. Jam I vetmi njëri që lusë Zotin që kam bo aksident. Falënderoj Zotit që kam bo aksident. O Zot, kjo është një ndër dëshmit ma interesante që e kom dëgju deri sa. Tash kur flas për Krishtin, ma besoni që os mund të rri pa mështullat. As një sekond. Sepse çdo sekond Kjo dëshmia jote ka qenë kryevepër, ka qenë, unë të falenderoj shumë që mujta më marr pjesë në këto që ja tregove ti. Zoti ju rujt. Kur kanin nuk kam detyru, unë veç mi u kazu familjes teme, edhe prej të maj malli, kam dhe I vëlla ma të malë se veten, e dete maj vogli, e dete fëmija ndjep që në kanë lene 2 nipa tash, në ren janë pakzu se dojnë me pa, dojnë me hapë sy të burë. Qori, kush ka qarë që nuk do në sy o burë. Në rast se ka qarë si s'do sy, le të rinë qarë o burë. Ama bash I natën e mirë, e ju rujt I malli Zot. Natën e mirë, edhe une po e përshëndes edhe malësurin, edhe ty e ju përshëndes gjithve, këtyne që po na shajnë, ja urojnë një natë të mirë, e sa më të mirë, Zoti ju drejtoj. A të rujt Zoti, veç mi dasht fort o burë, mi lavdru e mi dasht, e mos mi hek dashnin, se dashnia o burë, ja I kthen marja I vret.